Tek musnedi Imam Ahmedit nga Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, i cili thot ishim ulur në xhami me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe në ato momente thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu alaykumul ana rajulun min ahli al-janna, do të futen tani në xhami një person që është nga banorët e xhenetit. Akoma si të fut, imagjinoni kërshërin dhe kurejshtjen e sahabëve. Kërshëri e madhe, kurejshtja e madhe. Kush është ky person që do të hyj? Hyni një person, a e dini kush është? Sot e kësaj dite nuk i dihet emri. Sot e kësaj dite nuk i dihet emri. Nuk ecet në islam me emra, ecet me punë. Nuk ecet islam me tituj dhe ofiqe, por ecet me devotshmëri. U fut një person, taqturu lihyetuhu min athari al-wudu. Mjekra i kullonte nga pikat që i kishin dilni në një fjalë nga abdesi që sa kishte marrë. 2 shapkat e veta i kishte vendosur këtu dhe ishte fut në xhami për me gjetë një vend për më u fal. U çuditën, ky s'është një person, domethënë, nuk është Ebu Bekri as Omeri, po kush është ky? Të nesërmen e thot pejgamberi alayhi salatu selam, të njëjtën fjalë dhe futet i njëjti person. Ditën e tretë thot të njëjtën fjalë dhe futet i njëjti person, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As u çudit. Thot nuk ka mundësi. Atëherë do të shkoj të hulumtoj gjendjen e tij. Dhe shkoi thot, a më jep leje të mbosh konak? Të mbosh konak mund të më thon shtëpinë tënde, 3 net, 2 net, s'ka rëndësi. Po thot bëj. Bujaria aty ne ka qenë shumë. Shqëndron 3 net në shtëpinë e tij. E shikonte natën. Çfarë do të bëj ky njeri? Ai as natën nuk çohet fale. Hadithi te Musnedi Muhamedi thot, kana yanqalibu, mi fjalë shkonte dhe kthehet njeriu në gjumë. Wa kana yadhkurullah, dhe kujtonte Allahun xhelu. U mjaftonte me aq. Duke kujtuar Zotin në shtratin e tij. Nuk ishte se Abu Dherri dhe Abdullah ibn Mesudi që çohet falë natën. Madje Abdullah ibn Amr ibn Asi, për cilësi i hadithit, ky çohej gjithmonë të falë natën. Ky ishte te Zoti, imagjinoni tani, më i mirë në namaz. Mirë, por në zemrën ne i din vetëm Allahu xhelalu. Atëherë 3 ditë rresht të nesërmen e natës së tretë. I thot Abdullah ibn Amr ibn Asi këtij personi, thot pash Zotin, thot, më trego, thot, çfarë ke ti diçka të veçantë? Se na ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam që ti je nga banorët e xhenetit. Thot valla s'kam ndonjë gjë të madhe. Atë që boni ju bëj, nuk më thën, ai vet nuk e dinte, thot, nuk shohim diçka. Po thot, më thon drejtën kam diçka. La ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allah. Nuk kam smir as kënd për çfarë do lloj mirësie që ka dhënë Allahu. Fare. Pastaj thot, sa herë që flej gjum nuk mjafton me kaq se këto lidhen bashkë me njëra tjetrën, zemra ime është e pastër për çdo musliman. As kam inat, as mirë, as urrej, do më mbo zullum, le Zotit, nuk ka problem. Çfarë thot Abdullah ibn Amr ibn Asi? Hiya allati balagat bika. Kjo që ka është kallë që ti ka arrit. Wa hiya allati la nutiq, dhe kjo që ka ajo që ne nuk po arrim dot. Abdullah ibn Amr po thot, ne s'po arrim dot. Ndërkohë e ka arritur ti me këtë. Atëre jo më kot, pejgamberi alayhi salatu wasalam e përgëzoi me xhenet një njeri i cili kishte zemrën e tij të pastër ndaj muslimanëve të tjerë. Shpëtoni o njerëz zemrat tuaja, shpëtoni shpirtrat tuaja, hiqini zilit, hiqini smirat, hiqini problemet, hiqni urrëtet, gjithçka që juve mundoni, se sa më shumë të pushtoni nga ato sëmundje, aq më shumë nuk do ta ndjeni ëmbëlsinë e besimit, ëmbëlsinë e Kur'anit, ëmbëlsinë e këndimit, ëmbëlsinë e namazit, ëmbëlsinë e agjërimit, deri dhe ëmbëlsinë e sadakas. Muslimanët e parë kur jepshin sadaka, ndjeshin kënaqësi të madhe shpirtërore që dhan 2 lekë të vogla sadaka. Radio Bendi. www.radiobizbendimi.com